Ja, të rishikues të ndëruar, jemi rikthyer në studio. Unë si që kam informuar që në fillim të emisionit, mysafir në studio kam të ftuar Veton Berishën, kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, e njëherët është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, me cilin do të bisedojmë për pozitën e komunitetit egjiptas, jo vetëm në komunën e Pes, por në përgjithësi në Kosovë. Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjesi, mirë se ju gjej. Ju kemi ftuar në studio të bisedojmë për komunitetin egjiptas. Është ky një komunitet që shkon krahas edhe me komunitetet tjera pakic, me atë Rome Ashkali, jeni edhe ju, po ashtu janë edhe komunitetet tjera pakic në Kosovë, po dua të ndalemi tek komuniteti juaj për pozitën e këtij komuniteti. Të flasim një herë për komunën e Pes, pastaj në përgjithësi në Kosovë. Faleminderit shumë, faleminderit për këtë mundësi, zë Liria që na keni dhënë. Përshëndetje për ju dhe gjithë stafin e televizionit Dugaxhini. Vërtet më keni bën derë dhe më keni dhënë një mundësi më tepër që unë të kam mundësi këtu para jush dhe para opinionit gjerë edhe të komunës Pes, po dhe me gjerë që unë të pasqyroj në pikat shkurtra për jetën e komunitetit egjiptian, për pozitën sociale e ekonomike të komunitetit egjiptian dhe nevojat cilat komunitetit egjiptian i ka para institucioneve, edhe që ka shumë të nevojshme që të ndihet dora e shtetit dhe dora e komunës që ky komunitet tjetë dhe trajtohet i barabartë. Faleminderit shumë, po shpresoj që për këtë periudhë kohore sa na kemi me këtu kemi pas mundësi me pasqyru këtë situatë. Të flasim për komunitetin egjiptian, për shtrirjen, për jetën në cilën ata jetojnë. Ne pothuajse gjithë e dim se çfarë jetën, çfarë kushte jetojnë ata. Me siguri se statistikat e fundit që janë bërë, keni nxjerrë edhe numrin e këtij komuniteti se sa jeton në komunën e Pes. Po, komuniteti egjiptian në përgjithësi është komuniteti i cili jeton tradicionalisht në Kosovë, është mjaft mirë, numerikisht është mjaft mirë në komunën e Pes, pothuajse në bazë statistikave që ne posedojmë, konsiderohet statistika jo zyrtare, konsiderohet që është komuniteti i dytë i cili jeton në komunën e Pes, ndërsa ka qenë pjesë si komunitet me këto tradita, me këto vlera, ka qenë pjesë aktive të gjitha proceseve që ka kalu Kosova, me thekë veçantë edhe ne po flasim pak a shumë edhe për komunën e Pes. Vlerat edhe niveli i jetës dhe niveli i kontributit komunitetit egjiptian kanë qenë gjithmonë pro edhe në hap me zhvillimet që kanë ndodhur gjithmonë në Kosovë. Në anën tjetër, pas një periudhe gjatë pas vitit 99, është duke u vlerësuar që ky komunitet në anën tjetër ka mbet paksa anash. Domethënë ka mbet edhe nuk është trajtuar me atë prioritetin që i dashme u trajtu, edhe duke u bazuar në vlerat dhe në kontributet e tij që i ka. Përpos kësaj, komuniteti egjiptian në komunën e Pes ka menduar që duhet për një periudhë kohore për shkak të proceseve që ka kaluar Kosova, ndoshta të hesht edhe mos bëj damen procesin të cilat ka kalu, mirë po si duket kjo tani po na kushton, edhe ne nuk gjindemi në një pozicion shumë të mirë, edhe ekonomik, edhe social, edhe niveli i ulti i edukimit, cili gjithmonë dita ditës veç në bazë të dy vlerësimeve që ne i kemi, nuk po ndihet komat në krejt këtë situatë politike. I kemi kuptuar gjitha proceset në cilat ne po kalojmë, edhe jemi prapë që ne t'i kontribuojmë dhe t'jemi aty ku jemi, mirë po, si duket tani ka ardhur koha që ne ta ngrisim pak a shumë zonin, t'jemi i nevojës të arsyeshme, edhe t'i kontribuojmë që ky komunitet t'jetë edhe në raporte, nëse dalin raportet, nuk po ndihemi mirë kur dalin raportet që ky komunitet jeton varfëri ekstreme, ka proceset braktisës mësimit, është 99% i papunë, nuk ka investime kapitale, jeton në një infrastrukturë jashtëzakonisht shtronë, edhe pas 15 viteve, domethënë lejen anash vendbanimet ku jeton ky komunitet, atëherë vërtet që duhet vrehet dora e shtetit dhe duhet vrehet edhe një vullnet më i madh që ky komunitet vërtet trajtohet aty ku duhet. Jemi pjesë zakonisht komunitetet jo shumicë në bazë ligjeve dhe kushtetutës edhe gjitha mekanizmave që veprojnë në Kosovë, është duke u trajtuar në kuptimin e asaj që në kushtetutë dhe në ligj jemi jashtëzakonisht mirë. Mirë, po nuk ka implementim. Domethënë nuk ka implementim edhe të atyne zotimeve, edhe përcaktimeve edhe kushtetuese edhe ligjore, që ne jemi jashtëzakonisht shqetësuar
për shkak që asnjëherë nuk ka ndonjë vullnet proaktiv që kushtetuta dhe ligji ne të na jap atë mundësi që ne të njihemi edhe ti gëzojmë këto drejta të cilat ne na takojnë. Ne deshtëm apo nuk deshtëm, kemi hyrë në grupin e komuniteteve minoritare. Dini shumë mirë që komuniteti egjiptian tradicionalisht ka jetu në Kosovë, gjuhë vetën e ka gjuhën shqipe, nuk është i përfaqësuar në asnjë medium, as publik, as privat, nuk ka mundësi me pas mundësi ma tepër të investimeve kapitale brenda komunitetit. E ka një diasporë jashtëzakonisht madhe, mirë po mundësit nuk janë as të mira që t'investohet në Kosovë. Ju e dini që edhe investitorët më të mëdhaj nuk janë të mundu të mujt me bëj investime këtu. Kështu që jemi të mundu me gjetë një rrugë ndërmjene që me mujt që tash në këtë periudhën që ne po kalojmë, me pas mundësi që komuniteti egjiptian me pas një mundësi ma tepër, me uvrejt dora edhe komunës, edhe shtetit, që këtë komunitet ta çon përpara. Kur flasim për komunitetin egjiptian, për kushtet, mundësit në cilat ata jetojnë, pastaj e thatë edhe papunësia është problem për gjitha komunitetet në Kosovë, edhe për atë shumicë, edhe për atë pakicë, mirë po kërkohet spaku të kenë një infrastruktur të mirë. Pastaj është një problem tjetër edhe shkollimi, ku është mëse i nevojshëm për zhvillimin e një komuniteti. Çfarë mund të bëni ju? Ju tani e keni partinë juaj, është edhe, unë kanë thënë, është edhe një derë e hapur për komunitetin ku mund të trokas dhe ti parashtroj ato brengat dhe kërkesat e tyre si komunitet. Çfarë mund të bëni ju të ndihmoni komunitetit tuaj që këta fëmijët e komunitetit egjiptas të mos braktisin shkollën dhe të vijojnë mësimin që të zhvillohen më shumë? Është paksa shqetësuese për shkak që në opinionin e gjerë, ndoshta edhe të strukturat edhe komunale edhe qendrore, është kriju një përshtypje se ky komunitet nuk ka kapacitete, nuk ka vlera, cilat kanë mundësi me i kontribu edhe në institucione, me kanë të kyçun edhe në pozita vendimmarrëse edhe në çështje tjera, ku kishte me qenë mirë që të bëhet një analizë pak më e mirë. Edhe unë garantoj edhe jam flas me përgjithësi të plot, komuniteti egjiptian ka vlera të jashtëzakonshme, cilat kanë mundësi me u kyç në procese edhe në çdo mekanizëm ku ka mundësi në radhë parë të kontribuojë vendit, shtetit, po edhe vetvetes. Komuniteti egjiptian në bazë statistikave që ne kemi, ka rreth 300 deri në 400 njerëz me përgatitje superiore, vetëm në komunat ku Partia Liberale Egjiptiane vepron. Dhe këto gjithë janë pothuajse pa punë. Domethënë në krejt këtë proces nuk kemi pas mundësi që këto vlera të vinë në pyetje. Pse ka ndodhur kjo unë nuk e di, munda mos me ditë, mirë po vërtet po kërkojmë që ne ta dhajmë kontributin tonë në krejt këtë proces. Mundësit që me u zhvillu komuniteti egjiptian janë jashtëzakonisht të mëdha. Po e marr, ideja ka qenë që në vendbanime ku jeton ky komunitet, ka mundësi me bëma tepër investime kapitale. Domethënë të vinë donator, të vinë investitor, edhe mund në territor ku jeton ky komunitet ndërtohen fabrikat, ndërtohen ndoshta forma ku ky komunitet ka mundësi punësimi. Nuk jemi të interesuar që mi u bë barë komunës gjithherë që komuna me punësu njerëz, sepse vërtet nuk është shumë rregull që gjithmonë të kërkohet prej komune, po ka forma ku ky komunitet ka mundësi edhe me u zhvillu. Në anën tjetër edukimi, ligji, kushtetuta, ligji për arsimin parauniversitar, i mundson që ky komunitet i mundson përgjithësi që ligji fillor, domethënë mësimi fillor me qenë i obligueshëm. Në anën tjetër, po flas veç në komunën e Pes, ka braktisje të vazhdueshme nëpër shkolla ku ky komunitet vijon, edhe asnjë institucion nuk merret me këto raste. Vetëm vitin e kaluar, mbas statistikave që ne kemi me partner, brenda muajit braktisin rreth 50 nxënës brenda një shkolle dhe askush nuk merret me këto procese. Domethënë është jo ligjore, edhe jo morale. Ata fëmijë i kemi në rrugë mandej. Nëse ata fëmijë nuk janë në shkollë, nëse ata fëmijë nuk kanë një mundësi tjetër që ata të kenë kushte, arsyet pse këta braktisin janë paksa paradoksale. Janë çështje që s'mundesh me i arsyetu. Domethënë vetë komuna, vetë shteti duhet ta interpretojë vetë ligjin, mundësitë cilat janë, edhe hiç më tepër nëse edhe ligji nuk është mbytyje, atëherë do ta kemi një dozë humanizmit ndaj këtij komuniteti. Nuk është në rregull nëse këta fëmijë dalin, janë rrugë, bëjnë veprime jo të mira, po mënyra se si mundesh me nalë shumë e lehtë. Një dorë e komunës, një dorë e investimeve të ky komunitet, edhe atëherë do të duhej më mirë. Ju e dini, ne kemi një dukuri të migrimit ilegal, ku aktualisht është bëhe madhe dhe na jemi bo këtë gjatë zashën tash në këtë proces.
Po se dia ju kujtohet ka një 6 muaj që na kemi reaguar në këtë proces. Edhe kemi kërkuar mënyrë me parandalu këtë proces, jo duke kërkuar që mi ndal, po duke investu, duke ardhur një dorë duke investu te ky komunitet, në mënyrë që me parandalu. Asnjëherë nuk kemi pas një reagim zyrtar, një formë shqetësimi, paraqitjes së shqetësimit që ky komunitet me u ndal, edhe një lloj zotimi që përgjegjësit e shtetit kanë me garantuar një jetë më të mirë për këta. Nuk po ndihemi mirë nëse këto po e përsëris komuniteti egjiptian trajtohet ose ndihet më në shpit vet nëpër vende tjera jashtë Kosovës se sa në Kosovë. Jeton tradicionalisht, i ka mundësit, i ka kontributet ku mundet me kanë, po jo me qenanash. A mendoni që komuniteti egjiptas mendoj në komunën e 5, po ashtu në Kosovë, që ndihet janë anashkaluar krahas komuniteteve tjera pakic? Absolutisht po. Ju jepet më shumë përparësi komunitetit. Është një vlerësim jashtëzakonisht i saktë me këto që thon. Për shkak që vetë në bazë statistikave që po flasim në komunën e 5, nuk janë as pak të barabarta me komunitete tjera. Nëse krahasojmë me një komunitet tjetër, atëherë nuk janë as pak të barabarta qoftë në punësim, qoftë në investim kapital apo ndërtim të infrastrukturës, qoftë në situata tjera. Po e marr, është paradoksale tash pas 15 viteve, lagja Kristal, e dini, 15 vite, qysh 15 vite ajo lagje është shkatruar, domethënë prej para lufte dhe mas lufte, edhe me gjithë kërkesat tona, insistimet tona që kjo lagje të ndërtohet, kthehen banorët në atë lagje, që jetojnë në përpronat e tyre, nuk është bërë asnjë investim i tillë. Ndërsa nëpër komunitete tjera, qysh është komuniteti bosnjak, komuniteti serb etj, ndërtohet infrastruktura dhe pse njerëz nuk jetojnë aty. Ndërtohet për shkak të proceseve politike të cilat po ndodhin. Ndërsa komuniteti egjiptian është interesuar të kthehet aty, jeton nëpër shtëpi me qira, ndërsa nuk jepet mundësia që ky komunitet kthehet në vendbanimin e tyre, i cili ka qenë tradicionalisht aty. Po flasim për 7 shtëpia, ku kërkesa është jashtëzakonisht edhe në institucione ka qenë, po asnjëherë nuk është marrë serioze. Sigurisht ka këtu edhe elemente diskriminimit, sepse nëse një komunitet ka jetu aty tradicionalisht, janë rrenu shtëpia, kërkon të kthehet aty, edhe nuk bëhet asnjë veprim, sigurisht që ndihemi jo mirë, jo komod, për shkak që një komunitet tjetër trajtohet të ndërtohen shtëpitë dhe nuk jeton fare aty. Atëherë komuniteti tjetër i cili kërkon të jeton, cili është vlerësimi pse bëhet në këtë formë. Vërtet ne jemi shqetësues sepse nuk jemi kundër investimeve që bëhen edhe në komunitete tjera, po të paktën ndihemi të barabartë me të tjerë. Të paktën ndihemi me të barabartë. Situata e varfërisë e cila po mbizotron na ka bërë që edhe ne mos muni komod. Edhe ne me dalë edhe në skenën politike, me ngrit zonin, me dalë edhe aq hapun, saqë vërtet është humb durimi në kuptimin e asaj që na duhemi mos me hesht, domethënë duhemi me vepru në mënyrë që ky komunitet mund ndihej më komod. Nuk është në rregull që në krejt komunën e 5 të jenë punësuar vetëm 2 persona. Edhe ata në bazë marrëveshjeve politike që kanë qenë më herët, edhe asnjëherë nuk kemi mundësi mbredhje njerëz rrugëve, kanë përgatitje jashtëzakonisht superiore, edhe në asnjë institucion, qoftë shëndetësor, qoftë arsimor, qoftë në procese tjera, nuk ka asnjë hapësirë, asnjë përparësi të mundësisë të punësimit. Domthonë kjo është shqetësuese, edhe investimet që mundën më bëj janë shumë të lira, janë shumë të lehta, e ku ky komunitet mundet më më komod. Jemi në procese me komunën aktualisht, po mendojmë që ky ndryshim ka menduar. Po kur flasim për komunën, në komunë ekziston zyra për komunitete. Sa është bashkëpunimi i kësaj zyre me komunitetin e juaj? Po ndoshta edhe me ju si parti që ko pas kohe e ngrisni zonin për ta. Vetë fakti i krijimit zyreve komunale për komunitete, ideja e krijimit këtyre zyreve ka qenë që këto zyre me qenë një lloj avokati i komuniteteve pakicë nëpër komuna të caktuara. Edhe pse është në bazë ligjit caktuar ku këto zyre veprojnë, këto janë zyre komunale vërtet që i shërbejnë komunës, mirë po janë thirruna që mi mbrojt interesat e komuniteteve jo shumicë në Kosovë, po flas për gjitha komunat. Ndërsa unë e kam përshtypjen që ky mision i këtyre zyreve i ka humb, domethënë i ka humb efekti, për shkak se gjithmonë po trajtohen që janë zyre komunale dhe asnjëherë nuk e ngrisin zonin atje ku duhet, edhe nuk i shtyjnë proceset atje ku duhet edhe t'i mbrojnë edhe ta zhvillojnë komunitetin. Ne mundemi me kanë pak të kënaqur në zyrën e komuniteteve, po nuk është bëhat sa duhet. Po e marr komuniteti egjiptian prej kësaj zyre brenda vitit, nëse i shef investimet që bëhen në komunitet prej asaj zyre që burojnë, po i kompetencat e asaj zyre janë minimale. Nëse janë minimale për një vjet, është në rregull, po nëse janë minimale për 15 vite, atëherë sigurisht që nuk është në rregull, edhe unë mendoj që kryetarët e komunave kanë mundësi
me ju dhënë hapësirë më tepër këtyre zyreve, një mundësi më tepër, në mënyrë që mos me kanë të kufizuar me u ndi që vjen pushteti, duhet më ndajt ndoshta servel ndaj atij pushteti, po këto zyre e kanë rolin avokatit ku duhet i mbrojnë interesat e këtij komuniteti. Nuk mundem të thonë që jemi të kënaqur me zyrën komunale të PES. Në radhë parë, edhe nga këtu po bëjmë thirrje që komuniteti egjiptian mu trajtu dhe mu prit në këto zyre me një qasje tjetër. Me një qasje e cila ka mundësi që shqetësimet e komunitetit në radhë parë mu pranu në mënyrën e rregullt, mi trajtu si njerëz, edhe kërkesat e tyre mu procedu deri në adresën e duhur, sepse aty drejtohen kërkesat, po nuk përfundojnë ndoshta në adresën ku zgjidhja është e mundshme. Në këtë rast ne kemi edhe zyrtarë që janë të komunitetit tonë, po si duket janë pak më të pafuqishëm në kuptimin asaj që aty me ngrit zonin. Kanë status të punësuarit shërbysit civil, edhe kjo është pak pengesë për neve, për shkak se sigurisht që e ruan punën në kuptimin asaj. Po vetë misioni zyreve komunale të komuniteteve është mision i zhvillimit komuniteteve brenda komune. Nuk kemi shumë statistika që bajnë më tepër. Janë zyrtarë që gjithmonë do të kërkoj përgjegjësinë ndaj tyre, gjithmonë do të jam partner, nuk do të jam kritikues në kuptimin e plot fjalës, po do të jam partner që na bashkërisht edhe prej qendrës që me pas mundësi me bëj investimin atje ku duhet. Domethënë me u trajtu si partner e kemi një mision përbashkët që këto komunitete duhet t'i zhvillojnë, ndërsa komunitetet në atë zyre duhet trajtohen me prioritet, sepse është vetëm një zyre e cila është e thirrur që mi mbrojë këto interesa. Kryetari i komunës e ka përgjegjësinë e plotë ndaj kësaj zyre. Kryetari i komunës i dashur që edhe në planifikim të buxhetit ti trajtoj me prioritet dhe të ketë mundësi ta bëjë një analizë paraprake edhe t'ju jap ndoshta rekomandime se ku duhet të investohet. Ndërsa mos t'i mbetet zyrtarëve komunal, zyrtarëve të kësaj zyre, që ata në bazë të vlerësimeve të veta të vendosin se ku i ti takoj. Sepse mundet mos me kanë objektive. Sigurisht, ajo zyre përfaqësohet nga pothuajse të gjitha komunitetet, edhe unë munda me dyshu një objektivitet në investim, në rast që ka mundësi me u bë për komunitetin egjiptian. Po flas me statistika, gjitha këto që i përmenda infrastruktura, ndërtimi i shtëpive, kthimi i personave zhvendosur, braktisja procesit mësimor. Krejt këto kishte me qenë mirë që t'jenë përgjegjësinë e zyres komunale të komuniteteve, edhe vërtet të shoh deklarata publike që dalin mbrojtjet këtyre proceseve, e ne këtu gjana që unë po i përmendi i kemi të identifikuar, ndërsa asnjëherë nuk del ky raport prej zyreve komunale të komuniteteve. Jam shumë i sigurt që kryetari dhe strukturat komunale edhe tani edhe më herët nuk besoj që i kufizojnë edhe i ndalojnë që dalin me këto raporte. Nuk është e turpshme që dalish dhe ta pasqyrosh një realitet. Nëse dojmë të ndryshojmë situatën në një shoqënie të caktuar, atë realiteti duhet të jetë në publik, duhet shihet dhe duhet vrehet, sepse nëse ai mbetet i mbyllur, atëra asnjëherë nuk ka mundësi me u zhvillu dhe me u përmirësu. Sigurisht që këto situatat izolume duhet me dalë në publik, edhe ky është rasti ku zbesoj edhe prej anës juaj ka qenë një medium gjithherë ka pas mundësi që edhe zyret komunale, edhe kryetari, edhe zyrtar partijak që me pas mundësi me pasqyru. Absolutisht nuk po i bëjmë dam asnjë procesi. Krejt çka po kërkojmë që ky komunitet edhe komunitetet tjera, edhe në përgjithësi, jetojnë më mirë, ta keni standard mirë të jetës, edhe ti kontribuojnë këtij shteti shëndetshëm. Nuk besoj që dikush ndihet mirë që dalin vlerësime edhe në raportet progresit, edhe në raportet evropiane, edhe në çdo raport tjetër, ku thotë që komuniteti egjiptian, rom, ashkali, bosnjak, turq, janë në një situatë të varfërisë ekstreme. Është shqetësuese, i zgdash me kon shqetësuese, edhe nuk i zgdash me lan anash këtë farë procesi, sepse na dëmton në çdo proces, qoftë liberalizimi, qoftë të integrimit në Bashkimin Evropian, në gjitha proceset jemi nuk po mendoj që duhet heshtën, po mendoj që duhet investohet, pikërisht duhet investohet, po jo edhe për arsye pse janë minoritar ose pse janë një grup i caktuar, po për arsye se ne e dojmë këtë shtet. Jemi të interesuar me vazhdu me kontribu këtij shteti, i kemi kontribu në gjitha fazat, edhe po kërkojmë se të paktën me na u kthy kjo e mirë që na jemi, nuk është pse na ju kemi vë mirë komunitetit shqiptar, kemi bën rradh parë vetvetes, sepse edhe ne jemi liru prej krejt aty në gjanave që ka qenë komuniteti shqiptar, po tani ka ardhur që ne të jetojmë ashtu siç duhet. Të jetojmë dinjitetshëm, ta kemi një mundësi të shpresojmë më tepër në shtetin e Kosovës, edhe të kemi mundësi që edhe ne, edhe me ato vlerat qoftë morale, qoftë personale, qoftë profesionale, të japim kontribut këtij vendi, po jo të japim kontribut në shtetet e Bashkimit Evropian, apo edhe në Maxari, në Hungari,
ku veç ka fillu me u bo vendbanimi komuniteteve tona, Maxharia e jo Kosova. Kjo është shqetësuese. Edhe kishte më qenë mirë të kenë kujdes edhe institucione, sepse vetë largimi i këtyre komuniteteve i ka pas arsyet e veta që janë kryesisht socioekonomike. Është fat i mirë për neve që nuk ka asnjë arsye tjetër përpos që janë socioekonomike, edhe me vetë faktin eventualisht kthimit këtyre njerëzve, eventualisht, atëherë duhet të ketë kujdes shtum. Këta njerëz nuk duhet kthehen në një situatë që kanë qenë. Këta njerëz me vetëm kush duhet kthehen nëse situata aty në ndryshon për të mirë, edhe ata kanë më kthy që kanë me pas një qëndrueshmëri, sepse prap do të ndodhë, mas 3 vjetë, 5 vjetë, prap do të ndodhë migrimi, sepse njerëz kanë nevojë të jetojnë dinjitetshëm, edhe ta kenë një mundësi të jetesës të paktën të barabartë me tjerë. Zotri Berisha, ju jeni deputet në kuvendin e Kosovës, sigurisht se do të ngrisni zërin edhe në kuvend rreth largimit të rinjve të familjeve, jo vetëm të komunitetit egjiptian, pothuajse nga gjitha komunitetet ka largim në numër shumë të madh të familjeve që largohen nga Kosova dhe kanë ikur tek shtetet tjera të Bashkimit Evropian. Ju do të jeni zë i fuqishëm në kuvend, po kur të flasim për komunitetin egjiptian, pozita e treguat pozitën e këtij komuniteti në komunën e Pejës. Sigurisht se këtë pozitë kanë edhe në komuna tjera. Sigurisht. Tani aktualisht Partia Liberale Egjiptiane vepron në 8 komuna, në 8 deg, ka strukturat e saj të organizume, edhe në vazhdimsi jemi duke marrë informata se si është situata, sa janë duke migru, çysh është pozicioni tyne ekonomik. Ne jemi ndoshta prej të parëve që kemi paraqit në publik shqetësimin e migrimit ilegal. Jo pse ka qenë veç komuniteti egjiptian, po në përgjithësi. Ndërsa kjo është vrejt pak më tepër te komuniteti egjiptian, sepse si lagjet përqendruara, si njerëz me numër ndoshta më të vogël, atëherë është vrejt edhe e kemi pas si shqetësim. Kemi reagu me kohë, në mënyrë që të parandalohem, në kuptimin e investimit edhe të kenë njerëz më tepër arsye me jetu. Janë përgjithësi, janë të ndodhë gjithë populli kosovar është duke migru. Po fatkeqësia më e madhe është që reagimi ka qenë shumë më vonë. Domethënë reagimi sepse është një burim, një rrugë ku njerëz kalojnë edhe është e ditën për botën. Domethënë është ditën në cila është rruga e migrimit dhe ka kalojnë, dhe nuk bëhet asnjë veprim, as qoftë nga shtetet evropiane që shiqohen pse po ndodh kjo punë. Pse është kjo situatë? Edhe t'ju them drejtën, sot s'mund me kuptu pse ka ndodhur krejt ky proces, edhe s'ka asnjë reagim qoftë ndërkombëtar, qoftë vendor, qoftë asgjë tjetër. Ka qenë e pritur, sepse kjo situatë ndoshta edhe ky 6 mujori i mos ndërtimit të institucioneve ka shkaktuar një lloj pasigurie akoma më të madhe, për shkak që shpresa ka qenë shumë më vogël se po bëhet diçka më mirë. Edhe kjo i ka kontribuar pak këtij procesi që njerëz mos shpresojnë në këtë proces, po në anën tjetër ka qenë shumë e pritshme, edhe kjo një lloj proteste që po i ndodhin situatës ku ka kalu Kosova që 15 vite, edhe zhvillimit edhe mundësive më tepër. Po më e keqe është që po reflekton edhe po protestohet me largim. Domethënë sepse në shtetet demokratike protestohet ndryshe. Edhe dalin edhe deklarojnë, po komuniteti jam ka reflektuar dhe ka dalë ka protestuar me largim nga Kosova, që për neve është shumë e dëmshme jashtëzakonisht sepse në radhë parë numerikisht numri bjen i përqendrimit të komunitetit egjiptian, po në anën tjetër, cila është arsyeja për përfaqësimit tonë në rast se ne nuk kemi kënd ta përfaqësojmë edhe numerikisht bim më pak. Kisha dashur që vërtet në rast se kthehen, në rast se ka mund kthehen edhe parandalohen njerëz që jetojnë në Kosovë, edhe ata që kanë më kthy do ta keni situatë më të mirë ekonomike. Do të jenë më të pozicionuar, edhe do din që mi mbrojt interesat e veta. Unë e kalumja jam kam kaluar nëpër disa procese, qoftë shoqënisë civile, qoftë ngjarjeve që kanë ndodhur në përgjithësi, edhe unë mendoj që dami i vetëm që ka qenë që neve na ka shkaktuar këtë situatë është heshtja. Heshtja para gjanave të cilat kanë ndodhur para syve tonë, ndërsa ne nuk kemi reaguar dhe kemi lanë për shkak dëmtimit të procesit. Unë mendoj që në atë formë janë dëmtuar proceset, sepse tash veç po e kuptojmë që mas 15 viteve do të shtyhet procesi i liberalizimit, do të shtyhet integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian, investimet nuk do të ndodhin, gjëra që veç na kanë kushtuar. Edhe kjo është ajo fryma e një shoqënie e cila do duhet del, edhe duhet deklarohet, edhe duhet ta paraqet shqetësimin vërtet që duhet. Në komunën e Pejës tash këtu po pres një reflektim tjetër. Po pres i kemi në gjitha komunat bashkëpunime të mira, jashtëzakonisht. Nuk mjaftojnë vetëm të kemi kontakte, takime,
por duhet veprohet, duhet investohet, duhet ketë mundësi ma tepër. Sigurisht po kërkoj që të ketë mundësi ma tepër, trajtohen me prioritet, sepse për 15 vite kemi humb hapin. Domethënë, ndoshta duhet të investohet ma tepër, ma me përparësi, që të nxinet kjo periudha të cilën ne e kemi humb. Edhe nuk i ban dam kërkujna, përpos se do të na bëj mirë, edhe do të ndihemi mirë, edhe do të jemi pjesë aktive e proceseve që po kalojnë. Zotri Berisha, folëm për pozitën e këtij komuniteti në komunën tonë edhe në Kosovë. Pozitë jo të mirë ka në përgjithësi, ndoshta edhe në vendet tjera të rajonit edhe të Evropës, e dim se sa me vështirësi dhe çfarë jetë të vështirë kanë komunitetet, mendoj edhe Egjiptas, edhe Rom, edhe Ashkali në për vendet tjera. Dini pozitën e tyre, ndoshta doja ta bëj një krahasim se si jetojnë në Kosovë dhe si jetojnë në vendet tjera. Është më vështirë apo më e lehtë për të jetuar? Varësisht prej vendit dhe nuk këto komunitete në përgjithësi në Ballkan janë trajtuar si komunitete, kam thënë në Kuvendin e Republikës Kosovës, si populli dorës 3, 4, 5. Arsyet pse ndodhin këto janë pak ndoshta një traditë ballkanike pse këto duhet trajtohen. Nuk besoj që jetojnë shumë më mirë, po trajtimi ndoshta ka vend që janë në pozicion më të mirë. Po flasim në Shqipëri kanë probleme të jashtëzakonshme. Duhet të kthehemi edhe në anën tjetër, ka përparësi komuniteti egjiptian në Kosovë për shkak njihet me kushtetutë, ka pozicion jashtëzakonisht tjetër në raport me vendet e rajonit. Nuk do të thoja që në vendet tjera të rajonit jetojnë më mirë ose më keq, po unë do të dëshiroj që në Kosovë vërtet jetojnë ç'është duhet. Vërtet për shkak ne jemi përgjegjës për Kosovë, edhe mundësitë janë shumë të mëdha që njerëzit me jetu më mirë në Kosovë. Unë jam të munduar që me pas kontakt edhe me vendet e rajonit, që vetë pozicioni jon, shembulli se si ne jemi të përfaqësuar në Kuvendin e Republikës Kosovës, në asamblet komunale, në struktura vendimmarrëse, është një rast i mirë ku ne ngrisim zonin për vetveten. Edhe kjo, edhe vendet e rajonit ndoshta duhet ta ndiqshin si shembull, sepse nuk e kanë më përgjegjësinë ndaj këtij komuniteti. Tani, çush është rasti në Kosovë, ne përgjegjësia bie mbi ne, si përfaqësues edhe politik, edhe komunal, me një bashkëpunim të mirë, qoftë me kryetarët e komunave, qoftë me kryeministin, qoftë edhe për çeta është mundsu një gjë e mirë. Fal faktorin ndërkombëtar dhe vullnetit mirë të kosovarëve, këtë pozicion e ka komuniteti egjiptian. Unë thash edhe në fillim që komuniteti egjiptian jashtëzakonisht gjendet mirë i pozicionuar qoftë me kushtetutë, qoftë me ligje, po implementimi edhe forma tjera i mungojnë. Ndoshta kjo pjesa praktike duhet avancohet edhe duhet të jetë një pozicion paksa më të mirë. Ne do të mundohemi ta vëmë kontributin ton atje ku duhet. Do të jemi objektiv, nuk do të heshtim, do të jemi vërtet partner të vërtetës. Nuk do të heshtim, për shkak që i kontribon edhe është e shëndetshme edhe për Kosovën, po në këtë rast edhe për PE-n. Shembujt e kësaj na vinë vazhdimisht. Na vinë vazhdimisht që ne vërtet ne jemi krenar edhe me Kosovën, edhe me trajtimin nëse bëhet një krahasim me vendet e rajonit, po duke ja dëshiruar më të mirën Kosovës, duke dëshiruar që vërtet të ecë ky shtet sepse e meriton që të jetë atje ku edhe e meriton, në Bashkimin Evropian, atëherë nuk asnjë po jemi mirë që ne të jemi pengesë këtu në proceseve. Që për shkak të mos një integrimit ton, për shkak të një pozicionit jo të mirë ne, të vinë raporte dhe thuhet, "M'falni, po nuk i keni plotësuar kushtet që ju të jeni, sepse si keni bërë këto gjëra." Nuk ne jemi mirë, nuk i gëzohemi këtu në gjëra, po i gëzohemi në rast që ne vinë raporte dhe thonë që pikërisht i keni plotësuar kushtet, edhe marrim lavdata në këtë aspekt, e në anën tjetër edhe ne jemi shumë shpejt në Bashkimin Evropian dhe i kontribuojmë proceseve. Atëherë, unë të falenderoj që gjatë kësaj kohe ishe në studio këtu me ne dhe sa do pak folem për pozitën e komunitetit egjiptian, urojmë për një jetë më të mirë, për një investim më mirë në infrastrukturë, por dhe në jetën e tyre. Komuniteti Pakic, egjiptian, po ashtu Rom dhe Ashkali, kur jetojnë mirë, normal që do të ndihet mirë edhe komuniteti shumic dhe në përgjithësi komuna do të ecën përpara. Unë të falenderoj që ishe sot me ne dhe me shikuesit e televizionit tonë. Falenderit shumë, është një mundësi jashtëzakonisht e mirë që ka qenë gjithmonë në televizionin e juaj. Ndoshta ne për shkak të heshtjes tonë ose nuk e kemi shfrytzuar sa duhet. Falenderoj juve, redaktorin, gjithë stafin. Me këtë rast më lejoni që të shfrytëzoj këtë mundësi. Ne të bëj publike, kemi aranxhuar një dëgjim publik të premten
Domthonë kësaj të premte, me kryetarin e komunës drejt për drejt, komuniteti egjiptian dhe kryetari i komunës, ku drejt për drejt do të kemi mundësi t'ja paraqesim kërkesat dhe do të bëjmë një lloj marrëveshje ku vetë kryetari, vetë qeverisja komunale do t'i marrë përgjegjësitë e veta, edhe i ftoj gjithë përfaqësuesit e komunitetit egjiptian komunën e Pes, që të premten prej orës 5 në asamble komunale do të organizohet një dëgjim publik ku ne do t'i drejtohemi drejt për drejt kryetarit. Do është një formë e drejt për drejt e komunikimit që unë e preferoj, edhe mendoj që kjo formë duhet të aplikohet dhe kryetarët e komunave në këtë çast duhet të jenë më afër qytetarëve pa dallim. Faleminderit edhe një herë dhe ju jam mirënjohës jashtëzakonisht. Faleminderit shumë Veton për jush. Të rishikues të nderuar, ja ishim kështu në bisedë me Veton Berishën, kryetari i Partisë Liberale Egjiptiane, njëkohësisht është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës, me cilën biseduam për pozitën e komunitetit egjiptas këtu në komunën e Pes, por përgjithësi se si jetojnë ata në Kosovë. Ne do të shkëputemi për pak këtu për të vazhduar më pastaj programin e mëngjesit në tutje.